Tenderat publik dhe reklamat si forma klientelizmi për instrumentalizimin e medias ka qenë në qendër të diskutimeve në një tryezë rrumbullakët me përfaqësues të medias. Ambasadori i OSBE-s në Tiranë, Florian Rauning, duke folur për pavarësinë e medias nga politika, shpreh se media vijon të çalojë në pavarësinë e saj. Sipas ambasadorit, mes politikës dhe biznesit, media ka një pozicion të vështirë. Mediat gjenden në mes të një sanduiçi midis politikës dhe biznesit. E gjithë kjo përbën një sfidë të vështirë për profesionalizimin dhe standardet e gazetarëve në lidhje me median. Media dhe gazetarët duhet të qëndrojnë të pavarur nga subjektet që janë në fushën e mbulimit të tyre. Ndërsa për studiuesin Lutfi Dervishi, për aq kohë sa edicionet e lajmeve dominohen nga qeveria, opozita apo zyrtar të tjerë, tregon se media, biznesi dhe politika përbën një trekëndësh problematik për publikun. Edicionet dominohen nga qeveria, opozita, kryeministri, ish-kryeministri, kryetari i opozitës, ministra, liderë politik, zyrtar, drejtues institucionesh. TVSH si ka dalë nami se TVSH privatet nxjerrin syt për të bërë lajme protokollare. Qoka. Ky është trekëndsi kryesor ku duket se pulson jeta e vendit, jeta e politikës, jeta e shoqërisë civile. Dhe ky është oksigjeni i medias. Media, biznes, politik. Të pranishëm në këtë aktivitet ishin dhe përfaqësues të AMA, ndërsa ambasadori i OSBE-s bëri thirrje për zgjidhjen e ngërçit të krijuar në këtë institucion dhe radio televizionin shqiptar.